تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد gjithë lavdejt akon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi. Prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tan, dietarët dhe mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarat, të gjallët dhe të vdekurit. Në hadithin e radhës dhe temën e radhës jemi të tema ku ka thënë autori Imam Bukhari rahimahullah, babu men sa'ala Allaha al-afia. Do të thënë kjo temë që ka të bëjë me lutjen ku njeriu i kërkon Allahut afia. Edhe aleikum selam. Këtë fjalë afia e kemi përmendur në raste të shumta dhe do ta përsëritim prap shpjegimin e saj, se është i rëndësishëm që ta kuptojmë në të gjitha aspektet. Pasi gjuha arabe ka një fuqi të mrekullueshme dhe të çuditshme, do të thënë të shprehurit, dhe ka fjalë të shumta që me të vërtetë me një fjalë drejt për drejt vërtet realisht, do të thënë, nuk mund të përkthehen në gjuhë të tjera, në asnjë gjuhë tjetër, edhe as në gjuhën tonë. Pra, thot Imam Bukhari rahimahullah, thot haddathana Adam, qal haddathana Shu'ba, qala haddathana Yazid ibn Khumair, qal sami'tu Sulaym ibn Amir an Awsat ibn Ismail, قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال. Pra me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, që pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mbajtur një fjalim, është ngritur, ka thënë qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama awwal maqami hadha. Do të thënë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ngrit pra për të mbajtur fjalim në vitin e parë, në këtë vend ku jam ngritur unë, do të thënë te i njëjti minber. Thot transmetuesi, thumma baka Abu Bakr, pastaj qau Abu Bakri radhiyallahu anhu, thumma qal, pastaj tha, aleikum bis-sidq fa innahu ma'al birr wa huma fil janna. Ka thënë, mbajuni sinqeritetit, do të thënë thënies së të vërtetës gjithmonë, sepse thënia e vërtetës, pra e kundërta e gënjeshtrës, pra sinqeriteti është me bamirësinë dhe të dyja janë në xhennet. Wa iyyakum wal kadhib, edhe ruhuni prej gënjeshtrës, ju paralajmëroj, do të thënë ruhuni prej gënjeshtrës. Fa innahu ma'al fujur, sepse gënjeshtra është me mëkate dhe shkelje të kufive, është bashkë, do thot. Wa huma fi an-nar, dhe të dyja janë në zjarrin e xhehenemit. Wa sallallahu al-mu'afat, edhe kërkoni Allahut mu'afat ose afia. Fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khairun min al-mu'afat, sepse pas bindjes, do të thënë besimit bindshëm,
Nuk ka diçka më të mirë se sa afia. Wala taqata'u, edhe mos u përçani ose mos i ndërpritni lidhjet mes njëri tjetrit, wala tadabaru, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, wala tahasadu, mos kini zili për njëri tjetrin, wala tabaghadu, mos u urreni, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni robërt Allahut vëllezër. Pra jeni si vëllezër. Pra në këtë hadith, ky hadith transmetohet nga Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe e dim se hadithet që janë transmetuar nga Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk janë të shumta në numër, dhe pasi jeta e Abu Bekrit ka qenë e shkurt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë vetëm 2 vite, dhe këto 2 vite kanë qenë më shumë me lufta kundër murtedinëve. Prandaj transmetimet e Abu Bekrit radhiyallahu anhu nuk janë të shumta në numër. Prandaj përmendet rrallë, kemi përmendur më herët te një hadith i mëhershëm, dhe e dini se kur përmendim për herë të parë një prej sahabeve, ja përmendim edhe biografinë e tij, por pasi nuk është për herë të parë, domethënë që përmendet Abu Bekri radhiyallahu anhu këtu, tani nuk më kujtohet ta kemi përmendur atëherë biografinë, po s'ka gjë se pasi përmendet shumë rrallë, është dhe biografia e Abu Bekrit është e njohur, do thotë muslimani e di kush është Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasi secili musliman që mëson biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse mëson sira, do thotë është e pashmangshme përmendja e shumtë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu në historinë e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra emri e Abu Bekrit është Abdullah. Është i biri i Abu Quhafas, kurse emri Abu Quhafas është Amir, do të thënë Abdullah ibn Amir, kurse nofka Abu Bekr, pra nofka e tij është Abu Bekr dhe nofka e babait të tij është Abu Quhafa. Do të thënë Abdullah ibn Abi Quhafa at-Taymi, është prej familjes Taym të Qurayshve. Është Abu Bekri radhiyallahu anhu i pari që e ka pranuar Islamin në përgjithësi, ose i pari prej burrave pa dyshim. Do të thënë është i pari prej burrave që e ka pranuar Islamin dhe e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo gjendje, në secilën situatë, edhe në Mekë, edhe ka qenë ndihma kryesore për të, me pasurinë dhe me trupin e tij, dhe ka qenë, do të thënë, e ka shoqëruar gjatë hijretit dhe pas hijretit dhe në të gjitha luftrat deri edhe në vdekje. Do të thënë i pari që gjithashtu prej burrave që e ka parë të vdekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu Abu Bekri radhiyallahu anhu. Do të thënë ka qenë edhe para shpalljes, do të thënë shok dhe shoqërues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pas shpalljes i pandashëm. Pas shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë ka qenë shok i pandashëm prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e ka emërtuar me këtë nofk tjetër, do të thënë që është emër nderi, as-Siddiq, që do thotë i sinqerti i madh, besniku i madh, ose besimtari i fuqishëm, do thënë që ka besim të sinqert të paluhatshëm, sepse nuk ka dyshuar asnjë moment në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka dyshuar që herën e parë kur ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se më ka ardhur shpallja nga Allahu, edhe nuk ka dyshuar në asnjë rast tjetër, por ndodhia që e dini të gjithë është në ndodhinë e Isras dhe Mirajit, dhe kur e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ndodhi, mushrikët janë tallur me të, edhe do thotë i kanë sulmu muslimanët me të, edhe i kanë shku Abu Bekrit radhiyallahu anhu, duke qenë të bindur se tani do t'i fusin dyshim ose do ta luhatin dhe do ta largojnë nga besimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thënë se shoku yt pretendon kështu se brenda një nate ka shku nga Mekja në Quds, edhe është ngritur në qiell, edhe pastaj është kthy, të gjitha këto brenda një nate. Domethënë kjo ka qenë shumë e palogjikshme për ata. Edhe ka thënë Abu Bekri radhiyallahu anhu, nëse ai e ka thënë këtë, atëherë është e vërtetë. Domethënë këtë kemi përmendur tjera herë, domethënë se duhet të jetë parimi i secilit musliman.
nëse këtë e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë është e vërtetë, nuk ka dyshim. Vetëm duhet vërtetohet zinxhiri edhe saktësia se e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata kanë thënë a beson, do thotë ai beson edhe kësaj, ka thënë unë besoj edhe më shumë. Besoj se i zbret shpallja gjatë ditës dhe natës vazhdimisht. I zbret shpallja nga qielli, nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto janë parime të debatit të njerëzve të mençur që kanë dituri edhe mendjepretësi, mençuri të thellë. Do të thënë nuk janë që luhaten. Se shohim në këto ditë debatet lloj-llojshme, debat për shembull muslimanëve me krishterë ose muslimanëve me ateista, dhe një prej atyre që është shkas, është një musliman i njohur, do të thënë është me një ateist të njohur, prej ateistëve kryesor. Edhe ai tallet me këtë çështjen e Isras dhe Mirajit. Edhe i thot atij, a beson ti? Kështu njësoj pyetja. E kam pa, do të thënë në video. A beson se ka fluturuar me kal, me krah, kështu ka shku deri në Kudës, se është ngritur në qiell? Edhe ai muslimani thot besoj, do të thënë kjo është e vërteta, mirë po nuk di se si të përgjigjet. Edhe është e çuditshme se normalisht ateisti tallet me këtë çështje. Mirë po nuk është debati mes besimtarit dhe ateistit për çështjen a mundet me udhëtu me kal, me krah, do të thënë njeriu. Debati është për ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë njëherë ai e mohon ekzistimin e Zotit. Do të thënë normal kur e mohon atë nuk ka nevojë me bind për çështje tjera. Edhe me grupacione të tjera, do të thënë të gjithë. Do të thënë duhet të kuptohet cila është esenca, baza. Do të thënë ne besojmë se Allahu ekziston, edhe besojmë se është i gjithfuqishëm. Atëherë çka ka diçka të vështirë, do të thënë që të ndodhin këto mrekulli që ja ka dhuruar Allahu pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj besojmë se Kurani është fjala e Allahut. Besojmë se fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu janë shpallje nga Allahu. Atëherë pse debatojmë, a është më mirë kështu ose më mirë ashtu? Do të thënë debatojmë për çështje për shembull, do të thënë edhe prej çështjeve më të përditshme, nëse debatojmë edhe për mjekrën, do të thënë shumë zgjerohet debati kur mjafton vetëm ta kthehemi te baza, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Ai është i dërguari i Allahut dhe ka vepruar dhe ka folur me shpallje nga Allahu. Ai ka thënë këto fjalë, ai ka vepruar kështu, do të thënë ka pas mjekrën, edhe mbaron debati, nuk ka nevojë pastaj të do të thënë për detaje të shpesh herë të panevojshme, do të thënë. Prandaj këto duhet të mësojmë edhe si kanë debatuar pejgamberët me popujt e tyre, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me popullin e tij, dhe njerëz të mençur, të fuqishëm si Abu Bekr as-Siddiq, më i miri i njerëzimit pas pejgamberëve. Do të thënë Abu Bekrit gjithashtu radhiyallahu anhu janë grumbulluar disa veçori që nuk janë grumbulluar te asnjëri tjetër. Do të thënë ai është do të thënë që ka pas miqësi me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë e ka pas bien e tij, bashkëshortet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu është familja e tij 4 gjenerata që janë sahabe, që nuk i ka ndodhur askujt. Do të thënë 4 gjenerata që janë shok të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu babai i tij, i cili ka pranuar Islamin, është Abu Bekri, pastaj fëmijët e tij, kuptohet, mirë po në këtë rast për ta vazhduar, do të thënë gjenealogjin, është bija e tij Esma dhe nipi i tij Abdullah ibn Zubair. Do të thënë Abdullah ibn Zubair ibn Awam është i biri Esmas të bijës së Abu Bekrit, biri i Abu Quhafës, do të thënë të 4 janë sahabe. Gjithashtu edhe pastaj prej tabiinëve është nipi i Abu Bekrit, prej dietarëve më të mëdhenj të tabiinëve dhe prej 7 fuqahave të Medinës, do të thënë al-fuqaha as-sab'a, që kanë qenë dietarët më të mëdhenj të tabiinëve në Medinë, të cilët është kthy secila fetva, edhe çdo pyetje, do të thënë është kthyte ata, është gjithashtu prej nipave të Abu Bekrit radhiyallahu anhu.
dhe mirësi të tjera. Do të thënë Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu është i njohur dhe ka veçori të shumta. E ka transmetuar këtë hadith dhe në momentin kur ka dashur ta përmendë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mund të mbaje vajin edhe do të thënë nuk ka mund të mbaj lotët. Edhe është në këtë transmetim thumë beka Abu Bakr, pastaj qau Abu Bakri, edhe ka në transmetime tjera se pastaj lotët e ngulfatën. Do të thënë kur vjen njeriu, do të thënë ajo lotët e mbytën. Do të thënë lotët ja shtrëngojnë njeriu fytin, nuk mund të nxjerrë fjalë. Do të thënë kjo është një prej formave të qarjes, por kjo është qarja e vërtetë. Kurse ata të cilët mund gjysmore ose një orë të flasin duke vajtuar, duke bërtit, ajo thënë duket më shumë si aktrim dhe vajtimi ndaluar. Kur i vjen edhe burrit, i vijnë lotët, edhe ja shtrëngojnë fytin, nuk mund të nxjerrë fjalë. Kjo i ka ndodhur Abu Bekrit radhiyallahu anhu, pasi ka qenë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kohë të shkurt, edhe ka qenë në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i tregu fjalët e tij, pra e kanë mund, do të thotë, emocionet dhe dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka mund të nxjerrë fjalë. Pastaj e ka marrë veten edhe ka thënë këtë hadith, që është sipas kuptimit, do të thënë është i transmetuar edhe me zinxhir tjetër nga që i ka përmbledhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto llojet e mirësisë. Ka thënë aleikum bis-sidqi, do të thënë mbajuni gjithmonë sinqeritetit. Gjithmonë do thotë qëndroni në të vërtetën, thojeni të vërtetën. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, sepse sinqeriteti të udhëzon në bamirësi. Ai njeri që çdo herë thotë të vërtetën, patjetër detyrohet nga gjendja e tij që të bëj vepra të mira. Edhe pastaj veprat e mira janë që e udhëzojnë njeriu për në xhennet. Dhe ka thënë wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Domethënë, kështu njeriu vazhdon ta thotë vërtetën dhe gjithmonë ta zgjedh sinqeritetin derisa të shkruhet tek Allahu i sinqert, siddiq. Edhe kjo është gradë më e lartë, grada më e lartë që mund të arrijë besimtari, më e lartë se grada e shehidllokut. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wal kadhib, pra ruhuni, ju paralemroj prej gënjeshtrës, sepse gënjeshtra çon në punë të këqija. Domethënë ai gënjeshtari kur ka arritur në nivelin e gënjeshtrës, domethënë ato tjerat që janë punë të këqija të tjera, të gjitha i ka bërë, edhe i ka më të lehta. Edhe punë të këqija udhëzojnë për në xhehenem, e çojnë njeriu në xhehenem. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda rabbih kadhaban. Domethënë dhe njeriu gënjen dhe vazhdon ta zgjedh gënjeshtrën derisa të shkruhet te Zoti i tij gënjeshtar. Çka është kjo? Domethënë çfarë grade e poshtër është ajo që njeriu të jetë shkruar te libri i Allahut, se është të jetë shkruar, domethënë, me emrin gënjeshtar. Allahu na ruaj. Prandaj do thotë gënjeshtra është morali më i prisur, më i ulët. Edhe arritja në këtë grad të ulët, domethënë tregon se njeriu tregon për prishjen e plot të atij njeriu. Prandaj kjo është këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shikoni sa interesante Abu Bekri radhiyallahu anhu me çka i ka këshilluar popullin e vet, pasi ka qenë pushtetar, domethënë që të jenë të sinqert dhe mos gënjejnë. Sepse me këtë rregullohen raportet mes popullit dhe pushtetarit, rregullohen raportet mes bashkëshortëve, rregullohen raportet, domethënë, mes shokëve, të gjitha mes punëtorit dhe punëdhënësit e kështu me radhë. Pra përmende këtë duash, nëse janë të dy palët sinqert dhe janë larg prej gënjeshtrës, çdo gjë shkon në vendin e vet. Dhe çka është më e rëndësishmja, do të thënë rregullohen raportet mes robit dhe Zotit të tij.
Dhe që sinqeriteti e çon punë të mira dhe punë të mira e çojnë në xhennet. Kurse gënjeshtra e çon që t'i bëjmë më shumë mëkate, të largohet më shumë nga Allahu dhe ky largim dhe këto mëkate e çojnë në xhehenem. Pastaj ka thënë wa salullaha al-mu'afat. Do të thonë lutjuni Allahut, kërkoni Allahut mbrojtje dhe shpëtim. Do të thonë pra fjala mu'afat ose afia ka domethënie të disa domethënie që përfshihen me këto fjalë. Do thotë mbrojtje nga çdo dëmtim ose sprov ose e dini si kanë përdorur pleq, do të thonë është në gjuhë shqipe me ardhe prej arabishtës fjala selamet, që do të thonë me qenë i shpëtum. Pra me dalë selamet do thotë mos me pas qenë i dëmtum prej ndonjë sprove ose ndonjë vështirësie në cilin kalon. Dhe është për qëllim edhe afia gjithashtu me këtë emër quhet shëndeti fizik, do të thonë që mos ketë dëm në trupin e tij njeriu, mos jetë i smur, i kërkon Allahut afie. Edhe më e rëndësishme, do të thonë mos ketë sulme ose mangësi apo smundje në fenë e tij. Do të thonë edhe ju e dini në dhikrin e mëngjesit, Allahumma afini fi badani, themi, do të thonë Allah më jep afie, pra mbrojtje, shpëtim nga të gjitha llojet e dëmtimeve dhe mangësive në trupin tim, në fenë time, wa fi dini wa dunjaja, wa ahli wa mali. Do të thonë edhe në fenë time, në jetën e kësaj bote, në dunjan time, dhe gjithashtu në familjen time, në pasurinë time. Pra afia përfshin do thotë që njeriu mos ketë asnjë dëmtim në asnjë aspekt në të jetesës në dunja ose në varr ose në ahiret. Do të thonë kjo është ajo që e përfshin kjo fjalë. Dhe kjo është pse e ka pru autori rahimahullah, kurse hadithi, siç e shohim, është edhe më i gjatë. Pastaj në vazhdim ka thonë wala taqata'u. Do të thonë mos i shkputni lidhjet mes njëri tjetrit. Muslimant, do të thonë nuk duhet të jenë si themi ne të leçitur. A dini, a kuptoni ju? Si? Jo. Do të thonë kjo është muqata'a, do të thonë shkputje lidhjeve, është në gjuhën tonë lecitje, kurse arabisht muqata'a. Do të thonë mos ketë kështu, do të thonë ndarje dhe largim nga njëri tjetri, duke i humbur gjitha lidhjet. Edhe ajo që është më e rëndësishmja është mos ketë shkputje të lidhjeve familjare. Do të thonë sidomos lidhjet mes fëmijëve dhe prindërve, pastaj pjesë tjera të familjes, pastaj në përgjithësi me muslimanët. Edhe këtë e përforcon edhe fjala tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Edhe mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit. Do të thonë duke u shkputur, edhe nëse të bie mu taku që të largoheni nga njëri tjetri, as selam, as fjalë të mira kështu me radhë. Do të thonë kjo është e ndaluar, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që është me zinxhir sahih, ka thënë men hajara akhahu sanatan fa huwa ka safki damihi. Do të thonë kush e bojkoton vllajën e vet musliman për një vit, është sikur t'ia ketë derë gjakun, do të thonë sikur ta ketë vrarë. Pra mëkati është shumë i madh dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që nuk lejohet largimi ose shkputja, do të thonë më shumë se 3 ditë. Pra këto 3 ditë janë të lejuara për shkak të nevojave natyrale të njeriu. Se ndonjëherë mund të ndodh padrejtësi ose keqkuptim ose kështu, atëherë lejohet mos mi fol atij palës tjetër, do thotë, deri në 3 ditë. Por përmi 3 ditë është haram. Dhe nëse arrin deri në 1 vit, do të thonë se sikur me pas vrarë atë muslimanin, do të thonë mëkati i rënd. Kjo është, do të thonë kur bëhet kjo ndarje, kjo shkputje për çështje personale ose për teka personale ose për asgjë. Do të thonë vetëm më thonë nuk e pëlqej ose për shkak të hasedit, prandaj përmendet hased.
Në shumë raste ka, vetëm pse njeriu ka zili për të mirën e atij tjetrit, atëherë gjen ndonjë arsye për t'u largu prej tij që mos e shoh. Edhe kjo është shumë keq. Mirë po, mund të themi se në kohën tonë mirë, deri këtu mirë do të ishte, sikur të largoheshin ata ziliqart. Po më e keq është se edhe afrohen për të bërë dëm. Domethënë ajo është edhe më e rëndë, Allah na ruaj. Domethënë qëllimi i këtyre haditheve dhe ajeteve, domethënë është kjo ndarje dhe shkputje ose domethënë me ia kthy shpinën njëri tjetrit ose leçitje, domethënë për çështje personale, për interesa të dunjas ose për teka personale ose për asnjë shkak. Domethënë këto nuk lejohen. Kurse kur është për hir të Allahut, domethënë për shkak se dikush ka shfaqur një bidat ose devijim ose bën mëkate haptas, atëherë jemi të urdhëruar gjithashtu që ta bojkotojmë dhe të largohemi. Edhe këtu duhet leçitja, domethënë që të jetë izolim për ta që mos dëmtohen të tjerët. Domethënë atëherë është obligim. Edhe përket ka do thotë afati për bojkotim të njeriut të tillë është derisa ti largohet atij devijimi ose deri në vdekje. Dhe pas vdekjes gjithashtu. Kanë thënë dietarët se bidatxhiu bojkotohet kur është gjallë dhe pasi të vdes, duhet të bojkotohet. Domethënë mos ketë lidhje me të njeriu në asnjë mënyrë. Ka thënë Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-hajru fi dhati Allah la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Domethënë hajri ose bojkotimi për hir të Allahut nuk është i kufizuar me kohë të caktuar. Bal yuhjaru al-mubtadi'u hayyan wa mayyitan. Por bidatxhiu bojkotohet gjallë edhe pas vdekjes, gjithashtu duhet të bojkotohet edhe të shkputet nga mesi muslimanëve, sepse smundja e tij është smundje e rëndë, vdekje prurse, edhe është ngjitse që përhapet. Prandaj duhet patjetër të kputet, domethënë ajo pjesë. Dhe ky bojkotim, kjo shkputje është ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë me këtë besimtari pasuesi sunetit e adhuron Allahun. Domethënë pse i largohesh atij që bën keq, për shkak të keqes, për shkak se ai e ka kundërshtuar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë lloj të shkputjes dhe largimit e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe argumentet janë në librin e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë kanë praktikuar sahabët dhe pasuesit e sahabëve tabiinte të tjerë, domethënë dietar deri në kohën tonë e përmendin këtë se është obligim dhe është adhurim ndaj Allahut që të largohet dhe të bojkotohet njeriu i devijuar me bidate, që është më e rënda, domethënë nëse fut dyshime dhe shtrembrime në fe, ose kur i bën mëkate të haptas gjithashtu, po ashtu do thotë largohet dhe distancohet. Edhe këto, domethënë këto janë rregullat e fesë Allahut, dhe kjo është ajo që e kanë zbatuar sahabët dhe selefët në përgjithësi, domethënë vazhdim dhe në vazhdimsi deri në kohën tonë, kurse njerëzit e bidatit është, domethënë këtë që luftojnë më së shumti. Edhe kjo është ajo që u pengon, bojkotimi i njerëzve të bidatit. Edhe këtë sulmojnë, edhe i sjellin argumentet e përgjithshme, siç është ky hadith, domethënë nuk kemi dyshim, as nuk kemi kundërshtim të këtij hadithi, por kuptohet qartë nga hadithe të tjera dhe nga veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se këtu ndalesa ose ndalimi i bojkotimit është për çështje të dunjas, kurse për çështje të fesë dhe për hir të Allahut nuk vlen këto argumente. Njerëz si Ikhwanul Muslimin ose Hizbit e kështu me radhë vazhdimisht e sulmojnë këtë parim, sepse kjo është ajo që u pengon planet e tyre për përhapjen e devijimit. Edhe ata pretendojnë se duan të bashkim të muslimanëve, edhe duan
harmoni mes muslimanëve, që të jenë të lirë depërtojnë kudo të muslimanët, edhe ti përhapin devimet e tyre. Dhe çka është edhe më e fliqura prej fjalëve të tyre është se thirrësit për kapje pas sunetit, thirrësit ata që thrasin për sunet dhe që luftojnë bidatin, ata i emërtojnë përçarës, kurse suneti asnjëherë nuk ka qenë përçarje. Domethënë, Allahu i ka bashku sahabët në një rrugë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimanët kanë vazhduar të bashkuar në këtë rrugë. Deri kur janë shfaqur bidatet. Edhe tani, pas shfaqjes bidateve, thonë këta medhalit ose këta selefit medhali, rebjovca, dojnë t'i përçajnë muslimanët duke pretendu për t'u kthy në sunet. Domethënë, ai që thret për t'u kthy në atë rrugë ku kanë qenë muslimanët bashkum, ky do mi përça muslimanët. Kurse ne që i kemi përça dhe kemi sjell bidatet, e dojmë bashkimin. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se do të ndahet ummeti. Ka thënë se teftariqu hadhihi al-umma ose ummeti ala 73 firqa. Domethënë, ummeti im do të përçahet, do të ndahet në 73 grupe. Kjo patjetër do të ndodhë. Edhe nuk ka thonë që të heshtet për bidatet. Por ka thonë të gjithë janë në zjarr, në xhehenem, përveç njënit. Vetëm ai një që ndahet nga këta 73, do të thonë nuk i bashkangjitet 72 tjerëve, ai që është i ndarë me i qartë dhe i thret të gjithë të bashkohen në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është i shpëtuar, kulluha fin nari illa wahida. Do të thonë gjithë janë në zjarr përveç njërit. Kanë thënë sahabët e mençur, si tham më herët, do të thonë me mençurinë e thellë, nuk kanë thënë po pse ti përmendim këto, ata fshehim këtë hadith se mos ta përdorin rebjovcat më vonë, mas 1400 vjetëve do ta përdorin se ndahet ummeti e kështu. Ta fsheh, jo, kanë pyetur cili është ai një grup. Ne duam të jemi të ai njëri që është i shpëtuar. Nuk na interesojnë pretendimet dhe propagandat e atyre që propagandojnë, domethënë për bashkim dhe kundër përçarjes, rrënjshëm, do thotë. Nuk na interesojnë propagandat e tyre. Na intereson të jemi te ky grup që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe të mundohemi me mësim, edhe me praktik, me pastrimin e zemrës, edhe që të përpiqemi gjithmonë të kemi fjalë dhe veprat në përputhje me këtë grup që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sahabët kanë pyetur cili është ai një, cili është ky një grup që do të jetë i shpëtuar. Ka thënë men kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Do të thënë ai është grupi i cili është në rrugën në të cilën jam unë sot dhe sahabët e mi. Ai është grupi i shpëtuar, kurse 72 tjerë janë në xhehenem. Edhe prandaj kush ja do të mirën vetes, nuk ka nevojë të polemizoj me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta kundërshtoj. Domethënë nëse ja do të mirën, se kur t'ja përmendësh kët njerëzve të devijum, thonë si ti veç për veti, ti mendon se vetëm ti janë në xhenet edhe ajo është tjetër, krejtësisht tjetër temë. Domethënë kjo është këshilla e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur deri te ti. Ti interesohu ti është te ky grup. Lejat ne nuk e kemi në dorë xhenetin dhe xhehenemin. Ai është vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Por ne përpiqemi të jemi në atë rrugë që na ka garantuar Allahu dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Se është rruga që çon në xhenet. Kjo është ajo për cilën jetojmë në këtë jetë, edhe mundohemi, përpiqemi që të jemi në këtë rrugë. Jo se ne ja kemi garantuar vetes edhe i përjashtojmë të tjerët. Si bajnë jahudit, të cilët domethënë e kanë të drejtë të lindjes. Nëse ka lind me prejardhje jahudie, domethënë e ka të siguruar xhenetin, kurse të tjerët pa marrë parasysh sa janë të mirë, si adhurojnë Allahun me tauhid e kështu me radhë, i ndjekin pejgambert, sipas mendimit të tyre, ata nuk hyjnë në xhenet asnjëherë. Prandaj, domethënë dallimi është ky, nuk është se njerëz të devijimit përdorin, domethënë kështu propaganda, vetëm fjalë kështu të mërshme që i friksojnë njerëzit. Do thotë, nuk themi se një fis i caktuar ose një popull i caktuar e ka ose një person i caktuar e ka të garantuar xhenetin. Përveç ata që janë me shpallje, që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata themi, kurse tjetër njeri nuk e ka të garantuar. Por ka rrugë të garantuar.
edhe vepra të garantuara. Besim i garantuar, se është besimi i xhenetit. Edhe përpiqemi që ta ndjekim atë. Dhe i paralajmërojmë të tjerë se u adum të mirën. Do të thënë i paralajmërojmë që të ruhen nga devijimet dhe ta ndjekin udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, mos i shkputni lidhjet, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, wala tahasadu, edhe mos keni zili për njëri tjetrin. Kurse zilia dhe hasad, çka do thotë? Është temenni zawali ni'mati anil ghayr. Kjo është definicion. Do të thonë dëshira që një e mirë t'i largohet atij tjetrit. Do të thonë kjo është zilia, dëshira që ai person, do të thonë mos të ketë atë mirë. Edhe pa marrë parasysh do dikush që ta ketë për vete. Do të thonë ka njerëz që nuk e duan për vete, po duan as ti mos e kesh. Vetëm do të thonë mos e kesh atë mirë. Kjo është do të thotë çdo gjë që shohin prej mirësive që ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala dikujt, thotë dikujt i ka dhënë pasuri, dikujt i ka dhënë fëmijë, dikujt i ka dhënë shëndet të mirë, bukuri, ose dituri, ose pozitë. Do thotë ose dikujt zot bukur, do të thonë e kështu me radhë, nuk i lejohet njeriut që të ketë urrejtje të kësaj dhurate që e ka dhënë Allahu dikujt. Se, do të thënë kjo është urrejtje e caktimit të Allahut. Do të thënë nëse njeriu e urren të mirën që e ka tjetër kush, do të thënë se e kundërshton gjykimin dhe caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj besimin qadar, besimi i vërtet në qadar, do të thënë duhet ta largojë nga zemra hasedin. Nëse ka në zemër hased, do thotë njeriu nuk është i kënaqur, edhe nëse e bën dhikrin për shembull të mëngjesit dhe mbrëmjes, a duhet ta ketë parasysh kur thotë raditu billahi rabban, do të thënë jam i kënaqur me Allahun për Zot. Do të thënë atë që e cakton Allahu, atë që e sjell Allahu, krijesat, urdhrat, do të thënë jam plotësisht i kënaqur dhe i pajtuar me atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, pasi e thotë këtë fjalë, e urren atë që ka caktuar Allahu. Do të thënë nuk është besimi i tij i saktë. Edhe prandaj zilia është diçka shumë e rrezikshme, edhe për këtë shkak Allahu na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga veprat e ziliqarëve. Wa min sharri hasidin idha hasad. Do të thonë kërkojmë mbrojtje ose strehojmë te tij nga e keqja e ziliqarit, kur vepron sipas zilisë së tij. Sepse me zili, do të thonë ajo zilia, si thuhet, dhe me ka energji shumë negative të dëmshme, edhe me mësyshi, do të thënë vetëm përmes syrit ose përmes fjalëve, njeriu që i thot ka mundësi ta dëmtojë tjetrin, por edhe me vepra, gjithashtu. Ziliqari vepron, do të thënë që t'i bëj dëm dikujt tjetër, dhe kjo, si thamë, pra zilia është urrejtja asaj që ka caktuar Allahu. Prandaj Allahu ka thënë për mosbesimtarët, am yahsudun an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Do të thënë si kanë zili ndaj njerëzve për ato të mira dhe ato dhunti që Allahu u ka dhënë njerëzve. Do të thënë pra ju besoj e dini, nëse dikush kundërshton edhe zemrohet pse i ke dhënë njënit diçka më shumë për ndonjë merit ose për ndonjë nevojë, do të thënë jep dikujt më shumë, dhe kur zemrohet tjetri që i ka dhënë më pak, do të thënë secili e kupton se është kundërshtim ndaj atij që ka dhënë. Edhe kjo, do thotë kur Allahu i ka shpërndar dhuntit e tij dhe i shpërndan vazhdimisht, dikujt i jep më shumë, dikujt i jep më pak, dhe gjitha këto janë sprova dhe testim. Edhe kur njeriu është i pakënaqur dhe ka urrejtje për atë që ka të mira, do të thonë se nuk është i kënaqur me atë që i ka ndarë këto të mira, që është Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala tabaghadu, edhe mos u urreni. Edhe këtë kemi folë më herët, do të thonë është qëllimi mos i bëni shkaqet që fusin urrejtje mes jush. Do të thonë pra urrejtja është një ndjenjë që del nga zemra
edhe nuk ka mundësi që të marrë mëkat njeriu për atë që e ndjen në zemër, pa bërë ndonjë veprim sipas tij, do thotë nuk merr mëkat, por qëllimi është mos i bëni shkaqet që e sjellin këtë urrëtie, edhe gjithashtu mos veproni sipas urrëties nëse nuk është sipas rregullave të shariatit. Pra, përgjegjësia është për fjalë dhe veprat që i bën njeriu, jo për ndjenjat në zemër. Nëse mundohet të luftoj ato që i ka gabim, se nëse ushqen atë, për shembull urrëtien e paligjshme, e ushqen, edhe nëse nuk vepron, do të thënë ka mëkat për këtë, se e vazhdon këtë ndjenjë që nuk duhet ta ketë. Do të thënë prandaj qëllimi është mos bëni shkaqe që sjellin urrëtie mes muslimanëve. Edhe cilën shkaku numër 1 që sjell urrëtie mes muslimanëve është bidati. Do të thënë kundërshtimi i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sjell pasojë përçarje dhe urrëtie. Edhe këtë ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në saf, ka thënë wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Do të thënë mos u pra drejtojeni safin që të jetë sakt vije drejt dhe mos u përçani ose mos u ndryshoni, sepse Allahu u sjell ndryshim mes zemrave tuaja. Pastaj edhe mos ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në drejtimin e safit është shkak për shtimin e urrëties mes muslimanëve. Do të thënë këtë vend ku duhet të shtohet dashuria. Mos ndjekja e sunetit sjell urrëtie. Edhe nëse kjo mos ndjekje e sunetit është kundërshtimi i qartë i akides, do të thënë bazave të fesë, besimin në Allahun subhanahu wa taala, padyshim se sjell urrëtie mes muslimanëve dhe besoj që edhe këtë kemi përmendur më herët, që këtë argument e përdorin dietarët prej argumenteve kundër bidatxhive. Do të thënë se Allahu na ka ndaluar që të ketë urrëtie mes muslimanëve, kurse bidatxhit me bidatet, do të thënë, i sjellin shkaqet e urrëties. Dhe ka thënë wa kunu ibadallahi ikhwana, do të thënë bëhuni ose jini o robërt të Allahut vëllezër. Do të thënë ashtu si ju ka bërë Allahu subhanahu wa taala, se Allahu ka thënë innamal mu'minuna ikhwa. Do të thënë besimtarët janë vëllezër. Pra qëndroni ashtu si vëllezër, edhe mos i bani këto shkaqe të urrëties, të zilis, largimit, sjelljeve të këqija që e prishin këtë vëllazëri, se atëherë, do të thënë, bien kundërshtim me urdhrat e Allahut. Ka thënë fa aslihu baina akhawaykum, do të thënë, por përmirësoni lidhjet mes vëllezërve tuaj, wattaqullaha la'allakum turhamun, edhe friksojeni Allahut, ruhuni dënimit të Allahut, që të jeni të mëshiruar. Edhe mëshira, do të thënë, përfshin çdo mirësi në dunja dhe në ahiret, nëse njeriu e fiton mëshirën e Allahut dhe do të jenë në hijen e Allahut ata që kanë pas vëllazëri të vërtetë mes veti për hir të Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmendur 7 lloje të njerëzve që do të hyjnë në hijen e Allahut ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij, ka thënë wa rajulani tahabba fillah. Do të thënë edhe 2 njerëz që janë dashur vetëm për Allahun, ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi. Edhe që janë bashkuar për të dhe janë ndarë për të. Do të thënë këta janë në hijen e Allahut, si është në hadith tjetër se Allahu thret në ditën e gjykimit einal mutahabbuna bi jalali. Do të thënë ku janë ata që duheshin për madhrinë time. El yawma udhilluhum tahta dhilli, do të thënë sot i fus në hijen time, yawma la dhilla illa dhilli. Do të thënë këtë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes sime. Pra, prej përfitimeve të këtij hadithi, siç thamë se qëllimi ishte për pjesën e lutjes, që është kërkimi i afjes prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu e shohim se si janë ndikuar sahabët nga vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe çfarë dashurie kanë pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe si e kanë ndjekur në çdo imtësi rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam.
Gjithashtu në këtë hadith është, do të thonë, kujdesi për sinqeritet dhe thënien e të vërtetë. Sinqeritet edhe në fjalë dhe në vepra. Do të thonë, ka njeriu është i vërtetë dhe e thot të vërtetën me fjalë edhe gjithashtu me vepra. Dhe e kundërta, ka gënjeshtra me fjalë edhe gënjeshtra në vepra. Do të thonë, kur njeriu i bën veprat që do të thonë për sy e faqe ose për t'i mashtruar të tjerë, do të thonë ka njerëz që gënjejnë edhe me vepra. Dhe po u përmend në hadith se nuk ka asgjë më të mirë se sa afia ba'da al-yaqin. Do të thonë pas besimit paluhatshëm, besimit bindshëm, nuk ka diçka më të mirë që jepet njeriu se sa kjo. Do të thonë që është mbrojtja prej çdo dëmtimi ose mangësie. Dhe u përmend në hadith kujdesi për bashkimin e muslimanëve, për shtimin e dashurisë, për forcimin e xhamatit muslimanëve, edhe gjithashtu ndalimi i çdo gjëje që shkakton dobësim të këtij aspekti ose coptim dhe përçarje të muslimanëve. Në hadithin e radhës thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عبيدة. Do të thonë, pra thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. Do të thonë, ky hadith me këtë zinxhir transmetohet nga Abbas ibn Abd al-Muttalib, xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, qultu ja Rasulallah, allimni shay'an as'alullaha bihi. Ka thonë, thash, o i dërguari i Allahut, më mësoj një gjë me të cilën do t'i lutem Allahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abbas, salillaha al-afia. O Abbas, kërkoj Allahut afia. Thot, thumma makathtu thalathan. Pastaj qëndrova, do të thënë, pasi kalun 3 ditë, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma ji'tu fa qultu, pra shkova se erdha dhe i thash, allimni shay'an as'alullaha bihi ya Rasulullah. Do thënë, më mësoj një gjë me të cilën do t'i lutem Allahut, o i dërguari i Allahut. Ka thënë, ja Abbas, ja amma Rasulillah. Ka thënë, o Abbas, o xhaxhai të dërguarit të Allahut, salillaha al-afiyata fi dunya wal akhirah. Kërkoj Allahut që të kesh afia në dunja dhe në ahiret. Pra ky hadith gjithashtu është hadith madhështor, i cili është sahih, që tregon rëndësinë e kësaj duaje ose kësaj kërkese. Pra kur njeriu gjithmonë kur i kujtohen mangësitë ose dëmet ose dënimi, duhet t'i lutet Allahut, t'i kërkojë afie, domethënë mbrojtje dhe shpëtim për çdo të keqe. Këtë hadith e transmeton ky sahabi i madh që është xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abbasi radhiyallahu anhu ka lindur 2 vjet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë është përmendur në historinë e tij se ka humbur kur ka qenë i vogël. Edhe nuk e kanë gjetur, atëherë nana e tij Nufejle bintu Gjenab është zëtu Allahut që nëse e gjen djalin do ta mbuloj Qabën me mbulesa, do të thënë prej saj, dhe e ka gjetur pastaj Abbasin dhe e ka mbuluar shpina Allahut me mbulesa të mëndafshit, do të thënë më të shtrenjta që ka pas mundësi. E kam mbështjell Qabën me mëndafsh, do të thënë, pra si falënderim ndaj Zotit për që e ka gjetë djalin. Dhe ka qenë Abbasi radhiyallahu anhu, do të thënë, është si më thon trashëgimtar i pozitës së Abdul Muttalibit, sepse babai i tij Abdul Muttalibi ka qenë njeri me pozitë lartë në mesin e kurrejshve banorëve të Mekkes, edhe pastaj djali i tij Abu Talibi dhe pas vdekjes së tij, këtë pozitë ka pas Abbasi radhiyallahu anhu, do të thënë përgjegjësia për mirëmbajtjen e Qabës dhe për
kujdesin ose menaxhimin e ujit për banorët e Mekës, për Zemzemin dhe për haxhilerët që kanë ardhur, e ka pas Abbasi radhiyallahu anhu. Ka qenë, domethënë me këtë pozitë madhe dhe ka pas cilësi të larta të moralit, domethënë ka qenë shumë bujar edhe i vendosur me mendime të sakta, të fuqishme. Për këtë shkak, pas vdekjes së Abu Talibit, ai ka qenë mbrojtja për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë edhe pse nuk e ka pranuar Islamin ose e ka fshehur për një kohë gjatë. Domethënë pra ka qëndruar në mesin e popullit të tij në Mekë dhe ka qenë mbrojtje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas hijretit, gjithashtu, se ju e dini që Abbasi ka marrë pjesë në marrëveshjen e Aqabes në Mina, duke pa pranuar Islamin, domethënë por ka ardhur si përfaqësuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar besim dhe premtim, domethënë besë dhe premtim ka kërkuar prej ansarëve që do ta mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë. Dhe pas hijretit ka mbetur në Mekë dhe ai ka qenë strehimi për besimtarët që kanë mbetur në Mekë. Edhe prandaj ka përmendet se i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a të bëj hijret ose i ka kërkuar leje që të shpërngulet në Medinë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ya am makanaka alladhi anta fihi. Do të thonë xhaxha, rri në vendin ku je, fa inna Allaha yakhtimu bika al-hijrata kama khatama bi an-nubuwwa. Se Allahu do ta vulos hijretin me ty, siç e ka vulosur pejgamberllokun me mua. Edhe, prandaj është përmendur se i fundit që është shpërngul nga Mekja, para çlirimit të Mekës, ka qenë Abbasi. Do të thënë një kohë të shkurt para çlirimit të Mekës, ka qenë Abbasi radhiyallahu anhu dhe ka marrë pjesë në luftën për çlirimin e Mekës. Kurse pas çlirimit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath. Atëherë, do të thënë me këtë është vulos hijreti. Kunja e tij për ndryshëm është Ebul Fadl, do të thënë djali më i madh, Fadl ibn Abbas, edhe Abdullah ibn Abbas është djali tjetër, i cili ka qenë prej dietarëve të sahabeve dhe një prej transmetuesve më të mëdhenj. Abbasi gjithashtu ka marrë pjesë në luftën e Bedrit në anën e mushrikëve, i detyruar. Se ka pas disa njerëz që i kanë marrë me dhunë mushrik, domethënë, që të prezantojnë në luftë, por nuk ka, domethënë nuk ka ardhur me dëshirë. Dhe është zënë rob në këtë luftë. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ai ka pagu çlirimin e vetvetes, pra kanë marrë prej tij edhe për djalin e vllajt vet, Aqil ibn Abi Talib. Domethënë edhe Abbasi, xhaxha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Aqili, i biri e Abu Talibit, kanë qenë të zënë rob dhe e kanë paguar lirimin e vet dhe janë kthyer në Mekë. Dhe përmendet se atëherë kanë pranuar Islamin. Këta, domethënë pas luftës Bedrit, por nuk e kanë shfaqur deri para çlirimit të Mekës kur janë shpërngulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu ka qenë njeri që i është pranu lutja për shkak të pozitës së tij dhe devotshmërisë së tij morale të lartë. Për këtë shkak Omeri radhiyallahu anhu ka kërkuar prej tij pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të lutet për shi për muslimanët. Ka edhe gjithashtu në luftën e Hunenit, do të thënë që është pas çlirimit të Mekës, kur shumica e muslimanëve kanë ikë nga lufta, ka qëndru Abbasi me disa të tjerë, ka qëndru afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është luhatur. Pra e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si të lutet, edhe i ka thënë selillaha al-afia. Edhe do të thënë kërkoj Allahut afia, që e shpjeguam disa herë. Dhe pastaj mas një kohe, këtu thot me këthtu thelathen, do të thënë pas 3 ditëve, ose në transmetim tjetër, me këthtu e jemen, do të thënë
qëndrova disa ditë pra me këtë lutje, pastaj më vonë prap ka shku edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përsëritur prap. Do të thënë kërkoje këtë, lutje Allahut për afia, sepse nuk ka diçka më të mirë se afia, dhe ka thënë Salillaha al-afiyata fi dunya wal akhirah. Do të thënë kërkoj Allahut që të jesh i mbrojtur dhe i shpëtuar në dunja dhe ahirat. Mjaftojmë me këtë temë për sot. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.